Ambasadori italian i karrierës dhe kreu i misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të 11 majit nga OSBE Oxhiri, Lamberto Zanier, ka çelur zyrtarisht misionin me një ekip prej 300 vëzhguesish, 26 vëzhgues afatgjat dhe 11 ekspertësh, të cilët do të monitorojnë procesin zgjedhor në Shqipëri. Zanier theksoi rëndësinë e vëzhgimit të fushatës elektorale, duke përfshirë edhe monitorimin e rrjeteve sociale dhe financimin e partive politike, duke e konsideruar këtë aspekt të rëndësishëm për një demokraci të shëndetshme. Për sa i përket hetimeve të krimeve zgjedhore dhe rolit të SPAK-ut, Zanier tha se misioni OSBE Oxhirit do të përfshijë vetëm raportimin e gjetjeve të parregullsive, ndërsa çdo rast do të paraqitet në raportet përkatëse. Do ta shikoj këtë iniciativë të SPAK-ut dhe nuk kam një koment për momentin. Ne do t'i vendosim gjetjet në raport. Ne nuk kemi këtu të bëjmë detyra të tjera. Të gjitha gjetjet tona do të vendosen në raport. Jemi shumë të angazhuar për të bashkëpunuar me autoritetet, por ama gjetjet e parregullsive do të ndahen përmes raportimeve tona. Për sa i përket votës së diasporës, Zanier sqaroi se OSBE Oxhir do të monitorojë mënyrën e menaxhimit të procesit të votimit dhe numërimit të votave, duke siguruar transparencë këtij procesi. Votimi nga jashtë nuk ka një standard ndërkombëtar, secili vend vendos specifikat e veta. Ne do të shikojmë përmes dy ekipeve. Në aeroport, kur vijnë votat, si menaxhohen e si do të numërohen më pas dhe si do të raportohet në KQZ. Kjo për të siguruar se do të ketë transparencë, por ne do të tregojmë kujdes edhe për këtë aspekt. Jemi të përkushtuar për ta ndjekur këtë proces. Rreth 2 javë përpara ditës së votimit, OSBE Oxhir do të publikojë një raport në ndërmjet. Ai shtoi se 2 ekipet të misionit do të ndjekin votat që mbërrin nga jashtë dhe do të raportohen në KQZ. Një raport i ndërmjetëm do të publikohet 2 javë para ditës së zgjedhjeve.